Pas zyrtarizimit të lidhjes disa muaj më parë dhe daljeve të shpeshta së bashku në evente publike, Princ Leka dhe Blerta Celibashi janë në një fazë të re të jetës së tyre. Fotografia është në pritje të ëmbël edhe pas disa muajsh. Familja do të mirëpres fëmijën e parë së bashku. Princi, babai një vajze nga martesa e parë me aktoren Eliazaria, këtë herë do të bëhet babai një djali. Burimet e afërta me çiftin kanë konfirmuar lajmin e pritjes së ëmbël, madje duke zbuluar edhe gjininë e foshnjës. Blerta Celibashi do të bëhet nënë e një djali, ndërsa Princ Leka pritet të përjetojë sërish emocionin e atësisë. Sipas të njëjtave burime, shtatzania po ecën mirë dhe çifti është i rezervuar, duke zgjedhur të jetojë këtë periudhë larg vëmendjes mediatike. Ndonse lajmet për një shtatzani kanë qarkulluar prej kohësh, tashmë është e konfirmuar që çifti po jeton një periudhë të bukur. Për momentin as princi dhe as Blerta nuk kanë reaguar zyrtarisht për lajmin e pritjes së ëmbël, por burimet pranë tyre bëjnë me dije se përgatitjet për ardhjen e foshnjës kanë nisur prej pak kohësh.